Pogradeci do të pres Kastrioti në një përballje mjaft të rëndësishme për ecurinë e kampionatit, ku të dyja skuadrat synojnë rezultat pozitiv. Skuadra pogradecare vjen në takimin e të shtunës me moral të lartë pas paraqitjeve të mira në javën e fundit, ku ka arritur të marrë rezultate pozitive e konsolidoi pozitat në tabelë. Forma e mirë në repartin ofensiv dhe stabiliteti në mbrojtje kanë qenë pikat çelës të ekipit në ndeshjet e fundit. Nga ana tjetër, Kastrioti synon të reagojë pas rezultateve të luajtshme javët e fundit. Ekipi krutan ka treguar her pas here potencial, por i ka munguar vazhdimësia, duke lënë pikë të rëndësishme gjatë rrugës. Përballja e nesërme pritet të jetë e luftuar me dyja skuadrat që do të kërkojnë maksimumin në fushë. Pogradeci do të mbështetet edhe nga faktori fushë, ndërsa Kastrioti do të tentojë të surprizojë në transfer. Një ndeshje kjo që pritet me interes dhe që mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në renditjen e kampionatit.